Në Gostivar gjatë këtij viti shënohet rritje e lehtë e fëmijëve të imunizuar, por shifrat janë ende nën pragun e rekomanduar prej 95%. Kështu u theksua sot me rastin e paralajmërimit të aktiviteteve që do ta karakterizojnë javën europiane të imunizimit e që do të fillojnë më 28 prill, ndërsa të njëjtat i paralajmëroi drejtori i shtëpisë së shëndetit në Gostivar, Vullnet Ollomani. Ai apeloi që prindërit t'i vaksinojnë fëmijët sepse kjo është mënyra më e sigurt për t'i mbrojtur ata nga sëmundjet e rënda. Ju informojmë se java evropiane e imunizimit do të mbahet edhe tek institucioni IN, si institucion shëndetësor publik, jemi përgjegjës për këtë fushat e cila ka për qëllim mbrojtjen shëndetësore publike të qytetarëve tanë. Të gjithë e dimë se imunizimi është mekanizëm mbrojtjes për sëmundjet epidemiologjike, ku bëj apel tek të gjithë qytetarët që në mënyrë të rregullt t'i vaksinojnë fëmijët e tyre sepse është në dobi të tyre. Aktivitetet do të zhvillohen der më der ku ka nevojë, do të vizitohen kopshte e shkolla dhe do të njoftojnë prindërit në detaje se përse duhet t'i imunizojnë fëmijët, kush janë dobit dhe nga çka i mbrojnë më të vegjëlit e tyre në momentin që në mënyrë të rregullt i vaksinojnë. Kështu deklaron doktor Dafina Bogdanovska nga shtëpia e shëndetit në Gostivar. Motra kryesore në repartin e imunizimit, Lindita Gashi, tha se vaksinimi është përgjegjësi kolektive. Vaksinat janë të sigurta, shton ajo dhe mbrojnë nga sëmundjet më të rënda. Veçoi se këtë vit, me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksina kundër HPV aplikohet jo vetëm tek vajzat, por edhe te djemt. Këtë vit, me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë, vaksina kundër HPV, e cila mbron virusin kundër kancerit të qafës së mitës, përveç vajzave si ishte dedikuar, ju dedikohet edhe djemve. Ky është një vendim shumë i madh e i rëndësishëm për barazin gjinore, për mbrojtjen shëndetësore dhe parandalim të hershëm të sëmundjeve infektive. Ftojmë të gjithë prindërit të informohen dhe të bashkëpunojnë me ekipën tonë të vaksinimit, sepse vetëm përmes bashkëpunimit dhe besimit tonë mund të ndërtojmë një të ardhme më të shëndetshme dhe më të mirë. Në kuadër të aktiviteteve që do ta karakterizojnë javën europiane të imunizimit, më 2 maj, në sheshin e qytetit në Gostivar, do të zhvillohet një happening me fëmijët, në të cilin prindërit që kanë dilema mund të bëhen pjesë dhe nga persona kompetent të njoftohen për dobitë e vaksinimit, por edhe për pasojat nga vendimi për të mos i imunizuar rregullisht të vegjëlit e tyre.